VMRO TPMN ka drejtuar një ser kritikash dhe akuza nga më të ndryshmet për oponentin e tyre LSDM, Valentin Manasievski, duke përmendur disa tragjedi të cilat kanë ndodhur në kohën kur shteti udhëhiqeshte nga LSDM, tha se Filipçe dhe partia e tij janë pikërisht problemi dhe asnjëherë nuk janë zgjidhja. Kjo është e njëjta parti që ndryshoi emrin. Ishte shkaku i Besatransit, Laskarcit, Modularit, Onkologjisë dhe 10 tragjedive tjera, dhe ata nuk ndjenin asnjë përgjegjësi për ta. Manasievski tha se LSDM dhe Filipçe kanë qenë në pushtet për 7 vjet dhe sipas tij 7 vjet e kanë shkatruar vendin nga moskujdesi, duke shtuar se pikërisht ata janë arsyeja e sistemit të rënuar. Paraqitja një projekt ligji për viktimat e Koçanit, Manasievski tha se është tallje me njerëzit para syve. Ai pyet publikisht se, siç tha, a është e mundur që Filipçe të shqyrton mundësinë e dorëzimit të një ligji mbi origjinën e pronës së Zoran Zaevit, apo një ligj për të shfuqizuar ndryshimet ligjore në kodin penal, të cilat Manasievski tha se i shpëtuan ata.